Mishe Thua me Nedin dhe Joridën. Mirë se erdhe në Mishe Thua. Jemi në episodin e 3 e kësaj serie ku flasim për gabimet që dëmtojnë martesën. Në 2 episodet para folëm për dhelprat e vogla që shumë kollaj mund të hyjnë në martesën tonë edhe të shkatërrojnë vreshtin e martesës. Gjëra si kur humbasim kuriozitetin për njëri tjetrin, edhe nuk pyesim më, mendojmë që e dim gjithçka. Ose kur ne lejojmë familjen tonë të kenë shumë kontroll ose shumë manipulim midis nesh. Ose kur mbajmë fort tek kontrolli në martesë. Kjo është një diçka që mund të duket e vogël ose nuk e dim që e bëjmë, por krijon shumë probleme. Kështu këto janë gjëra që shumë çifte lejojnë në martesë. Edhe pak nga pak edhe gradualisht fillojnë të largohen nga njëri tjetrin, fillojnë të ftohen në martesën e tyre. Por ndoshta shumë nuk mendojmë që jemi duke lejuar këto gjërat. Për në fakt sot të flasim edhe për një gjë tjetër që mendoj që na sfidon ne të gjithë, është ajo fusha e konfliktit. Tani, ndoshta kjo nuk është një gjë që ne kemi shumë qejf të flasim për këto, por mendoj që është shumë e rëndësishme. Të flasim për konflikte, për plagët emocionale dhe për mënyra si ne reagojmë. Tani, pyetja nuk është a do kemi konflikt. Ne të gjithë kemi konflikte, po jo. Kjo është normale në çdo marrëdhënie, por pyetja është si do të trajtojmë neve konflikti kur ndodh. Dhe Biblia na jep një udhëzim shumë praktike tek Efesianëve 4:26 dhe 27 thot: zemërohuni dhe mos mëkatoni. Dielli të mos perëndoj mbi inatin tuaj dhe mos I jepni vend djallit. Po, mos I jepni vend ato djelprat e vogla. Hiqni fare nga marrëdhënia tuaj. Po, kapi, shtrydhe. Po, shtrydhe dhe hidhe poshtë. Po. Tani, gabimin e parë që do flasim sot është kur përpiqemi të fitosh argumentin. Le të jemi të sinqert me njëri tjetrin. Mendoj që ne të gjithë duan të fitojmë ato debat që kemi. Zakonisht fillojnë me gjëra shumë të vogla. Ndoshta jemi duke folur për një temë që nuk është aq e komplikuar, por shumë shpejt bëhet një diskutim e fortë. Ndryshohet nga ajo bisedën e këndshme që kemi. Edhe mund të jetë vetëm për një gjë të vogël si një vonesë ose një shpenzim të vogël. Po brenda pak kohësh kjo ndryshon, edhe unë filloj. Ti gjithmonë je me vonesë. Por ti se kupton sa punoj unë, sa I lodh, sa presion kam. Edhe tani diskutimi ndryshon. Edhe nga një diskutim fillon një betejë. Po. Secili marr krahun e tij, edhe fillojmë të sulmojmë. Por problemi është që nuk sulmojmë problemin, është që fillojmë të sulmojmë njëri tjetrin. Edhe secili merr armë, edhe nuk jemi më skuadër, por bëhemi rival. Po. Edhe kjo është e trishtueshme. Në fakt ka një ndryshim shumë e madh midis këto dy fjalit. Ti je problemi. Kur unë drejtoj gishtin tek ty edhe them ti je problemi. Kurse nëse unë mund të them, kjo situatë që ne po jemi duke hasur tani, ato diskutimen me lëndon me vërtet, ti je me e keq kuptuar. Unë mendoj që kjo e hap rrugën për një bisedë me të bukur. Tani, Bibla thot, mos bëni as gjë për rivalitet, as për mendje madhësi. Kjo është një këshill shumë e mirë. Kur qëllimi im është të fitoj, atëherë egoja ime hyn në lojë. Edhe kjo shkakton shumë probleme, por në martesë, nëse qëllimi është që njëri do të fitoj ose unë dua të fitoj mbi ty, atëherë në fundit ne të dy humbasim. Kjo është shumë e vërtet, por është kaq e thjeshtë. Po bajmë mend që ne jemi një skuadër, jemi një ekip, edhe jemi duke luftuar për njëri tjetrin, jo kundra njëri tjetrin. Sikur të kisha këtë të vërtet të ngulitur
në kokën time, në mendjen time, do të shpëtoheshim nga shumë telashe, shumë probleme, shumë frustrim. Është shumë e vërtet. Në fakt, strategjia e mirë për suksesi është kur ne pyesim, si më të siedim kjo gjë? Së bashku, çfarë mund të bëjmë neve të siedim këto gjë? Sepse do shta, tani do them diçka që do shta duket çike çuditshme, por në fakt unë mendoj që donjëherë ne mund të mësojmë shumë gjëra nga një konflikt. Në qoftë se jemi të vërmendshme, mund të mësojmë gjëra, mund të ecim përpara, jo brapa. Sepse zakonisht janë disa gjëra atje brenda që kemi nevojë për të mësojmë nga njëri tjetrin. Si të mos vi me vonesë, për shembull. Po, kjo do të ishte fantastike në fakt, sepse kjo vetëm krijon stres në marrëdhëniet tona, po jo. Më fal. Po, skadje, je falur. Në fakt, përpara disa ditësh, ne kishim një mundësi për të praktikojmë këto gjë. Ne ishim duke biseduar, zemra ime, në semrën time unë kisha një dëshirë që Nedi të shkonte të kaloj qiko me prindrit. Edhe thosha, shko ti vetëm, s'ke nevojë për mua. Kurse Nedi thot, jo, unë dua që edhe ti të vish. Unë thosha, po pse, nëse unë vi, unë do së gjitë vendin, sepse si la fasane si jam, do marrë gjitë vërmendjen. Por në fakt në mendjen tim ishte ajo ideja që unë doja që Nedi të përjetoj ato gjërat që unë përjetova kur unë kisha mundësi të shkoja vetëm tek prindrit e mi, kur ata ishin të vjetër edhe të sëmur. Por tani ne jemi ndryshe, edhe ti nuk ke ato nevojat që kam unë. Edhe shumë faleminderit që ti me ndihmove të kuptoj që tani kjo nuk është nevoja jote. Edhe kam mësuar që duhet të bindem që nevojat tona janë të ndryshme. Ideja nuk është që ne do kemi të njëjtën ide për çdo gjë, por të kuptojmë njëri tjetrin, që jam mirënjohës që kaluam ato kohë, edhe më në fund e kuptova. Të lutem të. Jo, por është mirë kur të kalojmë kohë të kuptojmë njëri tjetrin, se kemi dëmvoja të ndryshme, kemi mendime të ndryshme, jemi krijuar ndryshe. Kështu por do kohë ndonjëherë të kuptohemi. Fjala e mirë hap dyert e hekurta. Më pëlqen kjo shprehje, sepse aty ku forca ose zëri ngritur, ose manipulim, ose zemërim dështojnë, shpeshherë një fjalë e mirë është ato që hap rrugën, hap derën, që ne kemi nevojë për këtë gjë. Po, edhe sa bukur është sepse kjo bën që ne të dy fitojmë. Sepse ka fitim kur ne sjellemi mirë me njëri tjetrin. Atëherë nuk duhet të jetë qëllimi të fitoj argumentin në fund. Duhet të fitojmë ne së bashku. Po. Gabimi i dytë, dhe për avogën që mund të kemi në martesën tonë, të përgjigjesh dhimbjes me dhimbje. Shumë interesante. Çfarë kuptim ka? Është një shprehje që thot njerëzit e lënduar lëndojnë të tjerët. Edhe kjo është një cikël i rrezikshëm në martesë, nëse hym në këtë. Ndonjëherë me ne na ka ndodhur kështu. Unë them diçka që ty të lëndom. Edhe unë përgjigjem edhe me fort. Edhe me kunj. Po, edhe me ato kunj. Pastaj unë reagoj përsëri. Edhe ndoshta ose nuk reagoj fare, unë ignoroj fare, dhe kjo e iriton jashtë masë jurit. Po, kur ti e qet fare, kjo me iriton, sepse unë dua beteje, jam luftëtare. Në fakt, shumë shpejt bëhet konkurrencë midis nesh, kush do të lëndon më shumë. Do shta nuk kemi menduar, nuk mendoj që jam duke menduar që tani unë me vërtet dua të lëndoj Nedi, po me vjen turp të them që kam dëshirë donjëherë të lëndoj. Edhe mund të ndodhë edhe me dashje edhe pa dashje. Po. Donjëherë edhe vjen një zë brenda meje dhe thot, unë nuk meritoj të trajtohem ashtu siç ajo më trajton. Kjo do të pagoj për atë që ka bërë, ose për atë që ka thënë. Më kujton për një kohë në Vlorë, kur ishim të rinj, të martuar, kishim 2 fëmijë të vegjël, ishte 99. Kishim gjithë ato kosovaret. Ishte kohë kosovarëve. Ishim të shtërlodhur. Ishim të stresuar. Edhe unë isha në zomën e ndenjes në divan. Thash diçka, nuk e mbaj mend çfarë thash Juridës, por ajo u mërzit dhe hodhi një kan me ujë mbi mua.
Nuk shpërtheva nga brenda, edhe thash, kjo do të pagoj për këtë. Unë nuk do të flas më me Juritën. Ajo do të kuptoj gabimin që ka bërë. Unë isha shumë i fort. Edhe zgjata 4 ditë, imagjino 4 ditë pa folur me Juritën, vetëm por nuk duroja më. Thash, çfarë po bëj unë? A është kjo fitore? Ne ishim në një situatë jo të mirë. Edhe kërkova falje, edhe rregulluam, por 4 ditë pa folur me njëri tjetrin nuk ishte një kohë e këndshme. Nuk ishin 4 ditë të bukura, Jo. le të themi. Edhe mos e bëj, mos e provoj në shtëpinë tënde. Në fakt, ndoshta është mirë të mos shpërtemi, të mos themi gjëra pa menduar. Mendoj që donjëherë ne reagojmë shumë fort nga ana emocionale, se paktën unë do të flas për veten, por në Bibël thot mos i kthej as kujt të keqen me të keqen. Kjo është një mësim që duhet të praktikojmë në shtëpitë tona. Në fakt, ne duhet të vendosim, ose unë duhet të vendos që dikush duhet të kthye këto spiralin negative që jemi duke përjetuar tani. Duhet të marrë një vendim, edhe duhet të kërkoj ndihmë edhe nga Perëndia, edhe ndoshta nga partnerin, sepse dashuria e pjekur thot, unë nuk do të vazhdoj këto cikël negativ. Unë do të ndryshoj këto ambient. Unë do të marrë përgjegjësi për fjalët e mia, sepse vetëm unë mund të marrë përgjegjësi për fjalët e mia. Edhe në fakt edhe mund të them, unë e di, a mund të dallojmë tani? Sepse jemi të dy shumë të irrituar, shumë të seura. Kam zjerë shpatë. Po, jemi gati për luftë. A mund të ulëm qik temperaturën dhe lëm këto muhabet për një herë tjetër, kur jemi qik me të qetë. Të qetë, po. Por mos e thua vetëm për ta mos e bëjmë muhabetin, sepse unë mendoj që janë ato gjëra që duhet të flasim, por të lejmë një orar tjetër që të rregullojmë, të flasim mirë me njëri tjetrin për këto çështje. E vërtet. Dhe ndonjëherë është sfida të mos të, jo vetëm të themi gjëjen e duhur në kohën e duhur, por të mos të themi gjëjen e gabuar në mënyrën e gabuar, edhe në kohën e gabuar. Po. Kjo është sfida shpeshherë. Është sfiduese për ne të gjithë, mendoj unë. Të përdorim fjalët të duhura. Po. Kështu, le të mos të lëndojmë njëri tjetër. Po. Gabimi i tretë, një dhelpër tjetër që provon të hynë në martesën tonë, është të mbash mos falje dhe hidhërim. Vazhdojmë me këtë temë, me konfliktin, me lëndimet, por të mos lejojmë ato të bën një lëndim, një mos falje, një plag që vazhdon në zemrën tonë, edhe të zërënjë atje. Ndoshta kjo është gjëja më e rëndë që mund të ndodhë. Edhe pse janë gjëra të vogla, ngelen të patrajtuar, edhe atëherë fillojnë të kalmen, atëherë fillon të vi erë jo të mirë. Një shqetësim i vogël, për shembull si dhëmbi, mund të jetë diçka e vogël që të irriton pak. Më irriton. Po, të dëm pak. Por nuk e trajtoj, edhe bëhet një kalbje, bëhet diçka që më vonë duhet të heq atë dhëmb. Po. Sepse atë dhëmball ishte problemi i vogël, por bëhet diçka më të madhe, më serioze. Mund të kishte rregulluar përpara që mos e hiqe fare. Kështu mund të jetë një koment, një ofendimi i vjetër, një plag që nuk është shëruar, gjëra të vogla, por nuk i trajtojmë. Po, mund të jetë një shkënim të vogël që ndoshta ka gelur atje, edhe kjo avash bëhet si një hidhërim, edhe nga ajo gjë fillojmë të byllem çik zemra për njëri tjetrin. Nuk është gjë e mirë. Në fakt Bibla thotë që hiqni çdo hidhërim dhe jini të mirë dhe falni njëri tjetrin. Falja në fakt është burëri, nuk është dobësi. Ndoshta e kemi keq kuptuar ndonjëherë. Sikur unë të fala atëherë në Vlorë, u bëra burë. Po, ishte shumë mirë. Jo, por ishte edhe turp. Por pas kaq vitesh, 20 ca vite më vonë, jemi përsëri bashkë. Po. E rregulluam.
Kjo më kujton për një histori në lidhje me mosfalje. Një profesor në universitet kishte kërkuar studentëve që herën tjetër nesër kur të vini në klas, hajdeni me një qese plastike. Kur erdhën në klas, ishin pak të çuditur sepse profesori kishte një thes shumë të madh me patate. Patate, po. Dhe ai tha, tani mendo për çdo person, çdo njeri që ti ke mbani natë, që ti mban mosfalje, merr një patate edhe shkruaj emrin e personit atje dhe vendose në qese. Për çdo person. Kështu disa kishin 1, 2, 3, disa kishin qesin e plot. Edhe ai tha, tani puna e shtëpis është që do të marrësh këtë qese kudo që ti shkosh gjatë javës. Kur je me miq, kur ti ha buk, kur ti fle gjumë, kur ti shkon në banje, kur ti shkon në klasën tjetër, do të mbash këtë qese me vete, që të kujtosh gjithë ato njerëz që ti mbani natë, ti mban mosfalje. Sa e sikletshme. Ishte shumë e sikletshme për njerëzit, edhe u bë shumë e rëndë, edhe bezdishme, sepse njerëzit pyesin çfarë është kjo, edhe shpjegoni që këto janë njerëzit që unë nuk kam falur, njerëzit që mbaj i natë. Edhe çdo gjë ndodhi, më thënë gjatë javës, si normale, por kishin këtë qese me vete, me kohë edhe kur ti mban patate në një qese, fillojnë të kalben. Edhe me shumë një qese plastike që është çike byllur. Mban erë dhe fillon, sa e shpifur është kjo. Kur erdhen prap javën tjetër në klasë, e kuptuan çfarë çmimi është, çfarë bare është të mbash mosfalje në zemrën tënde. Edhe më mirë të heqësh fare, të falesh, edhe të çlirohesh nga këto gjëra të shpifura. Të mos bajnë patatet i kalbura me vete, sepse nuk vlen. Nuk vlen fare. Në fakt, falja nuk thot që s'ka rëndësi çfarë do di. Por falja thot, unë nuk të baj me këto barë me vete. Unë do të falë që të jem e shkliruar. Kjo është mesazhi i faljes. Se ndonjëherë mendoj që unë do të jap ty një dhuratë, duke falur ty, por në fakt jam duke dhuruar vetes një dhuratë edhe martesës tonë, një dhuratë me faljen. Tani gabimin tjetër është të harrojmë të themi faleminderit. Mirënjohja është e rëndësishme. Shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme. Ajo gatuan çdo ditë për mua. Bile ajo ka la robat, ka palosur robat, ka vendosur në shqyrtar. Gjëra shumë të mira. Ai ka punuar gjithë ditën, nga mëngjesi deri darkës. Madje edhe kur ka dal nga shtëpia ka marrë edhe plerat me vete. Gjë që është fantastike. Por asnjëri nuk ka thënë faleminderit. Jo për shkak që nuk jemi mirënjohës. Jo për shkak që nuk duam të themi faleminderit, po për shkak që kemi filluar të marrim këto gjërat si mirëqen. Kjo është pjesë e punës tënde. Pse ty të them unë faleminderit? Është një gjë e vogël. Por Biblia thot tek 1 Thesalonikësve, për çdo gjë falenderoni, sepse i tillë është vullneti i Perëndis. Mirënjohja është si oksigjen për një marrëdhënie. Është diçka shumë e nevojshme, shumë e rëndësishme. Edhe një fjali e vogël si e pash çfarë ti bëre, edhe jam shumë mirënjohës, shumë faleminderit për ata. Në fakt, të thuash faleminderit nuk na kushton shumë. Është falas. Por bëj një ndryshim shumë e madh në shtëpinë tonë, në atmosferën e shtëpisë tonë, në marrëdhënien tonë. Kur unë të gjoj faleminderit, dihem e vlerësuar, dihem si, ai është duke parë ato gjërat që jam duke bërë. Një semër mirënjohës, mendoj është një semër me e lumtur. Unë se pak ne kam përjetuar këto gjë në jetën time, që kur unë jam mirënjohës, gjithë ndjenjat të mia vijnë me një pozitivitet, sepse jam duke numëruar gjërat të mira që kam në jetën time. Edhe mendoj që është edhe një shembull që ne japim fëmijët tanë, ku jemi duke thënë njëri tjetrin faleminderit. E vërtet. E vërtet. Kështu mosfalje, lëndime, kështu janë shumë lehtë për të marrë me ato nëse kemi këtë stil jete me
me mirënjohje në shtëpinë tonë. Edhe them, pse të mos të fillojmë një traditë të re, çdo mbrëmje të ndajmë 3 gjëra për të cilën jemi mirënjohës për ditën edhe për njëri tjetrin. Kjo do të me duket shumë mirë. Le të fillojmë kjo traditë, sepse mendoj që kjo do të krijojë një pozitivitet në shtëpinë tonë. Edhe sa mirë të shkojmë në krevat, të mirënjohes. Të kemi ndoshta ndryshuar çik mendjen nga gjërat negative, për të themi sonte do të numeroj 3 gjëra që me vërtet jam shumë mirënjohës për këto 3 gjërat në marrëdhënien tonë, në familjen tonë, në jetën time. Kjo është gjë fantastike në fakt. Mos neglizhoni mirënjohje. Ja. Është oksigjen për martesën. Po. Shumë mirë. Po. Tani, mendoj që në fund martesa nuk prishet nga debatet të medaja, ose një debat i vetëm. Ajo formohet me mënyra si ne reagojmë. Për shembull, kur jemi të lënduar, kur jemi të lodhur, ose kur ndjemi të keq kuptuar. Po. Shumë e vërtet. Po. Ai është një shprehje tjetër që thotë, ai që fal fiton 2 herë. Si fiton 2 herë? Fitoria e parë, kur ti fal, qiron veten. Kjo është fitoria me veten. Po. Apo jo, unë jam i lirë, nuk më bajnë më ato patate të kalbura. E ke hedhur poshtë patatet. Po, dhe nuk jam më i kontrolluar nga kjo mosfalje. S'kam nevojë të kaloj nga ana tjetër të rrugës, kur vjen armikun. Po. Gjatë ditës. Fitoria e dytë është që falja rikthen diçka. Ose rikthen marrëdhënien, ose së paku rikthen dinjitetin tim. Po, shumë e vërtetë. Dashuria nuk është vetëm një ndjenje, por është një zgjedhje në momentet më të vështira. Po, që kemi edhe disa sfida për juve edhe këto javë, pse mos e provoj në qoftë se do keni një konflikt këto javë. Shpresoj që mos keni shumë konflikte, por në qoftë se do të një konflikt këto javë midis jush. Do shta mund të bëllësh qik gojen, mund të gjosh me vëmendje për para që të japësh një përgjigje. Kjo është sfida ime me e madh, në fakt. Një sfidë tjetër për javën mund të jetë të krijoni një stiljetë në shtëpi, stiljetë mirënjohje. Çdo ditë të shprehni mirënjohje për gjëra të ndryshme, për njëri tjetrin. Shikoj si do të ndryshoj atmosferën e shtëpisë. Po, një gjë tjetër është që merreni me ato ofendimet e vogla. Mos e lejoni ata të bëjnë të medaja. Mos u shej ato delprin. Por, hiqe fare. Shumë mirë, faleminderit, Julita. Jemi në fund të serisë, po mbyllim këtë seri, kemi folur për shumë gabime, por shpresoj që kemi dhënë edhe pak shpresë, disa ide praktike, se si mund të heqim ato dhelpra të vogla. Shumë janë gjëra krejt normale, që ndodhin normalisht dhe natyrisht në shtëpinë tonë, por s'kam pse të shkatërrojnë martesën tonë. S'kam pse të shkatërrojnë marrëdhënien me njëri tjetrin, dhe me hirin e Zotit, me përulësinë, me vendosmërinë, mund të rritemi së bashku çdo ditë. Po, shumë faleminderit që ishit me neve sot. Jemi mirënjohës që jeni bashkë me neve, edhe nëse këto bisedat që kemi bërë, do shta këto 3 podcastet e fundit, nëse të ka ndihmuar, nëse ke kuptuar që me vërtet janë disa gjëra që duhet të merremi, do shta mund të japësh edhe një shoqë apo një shok, do shta janë të tjerë që kanë nevojë për të njëjtën gjë. Le të flasim për këto gjëra, mos e fshim, mos vazhdojmë të ushqejmë ose të ftojmë ato dhelpra, por të heqim nga marrëdhëniet tona. Mirë. Shumë faleminderit që ishit me ne. Zoti bekoft, shihemi herën tjetër. Në Mirupafshim. Pafshim. Për të parë çdo episod, mjafton të bëni subscribe në YouTube, në kanalin Mishe Thua.